mesatarët përgjithshëm dhe sot e kemi 848 euro. Si realitet? Si realitet? Realitetin që kishim një borxh publik që na kishte ardhur si lak në fyt dhe rrezikonte na zhyste poshtë. Dhe sot e kemi normalizuar krejtësisht. Apo që i kishim kredite këqija 25% edhe ishin prag të kolapsit të sistemit bankar dhe sot i kemi 4%. Cili realitet? Cili? Është një realitet në ndryshim të vazhdueshëm, është një realitet me probleme, nuk diskutohet, dhe prandaj jemi këtu dhe prandaj do ta marrim në mandatin e 4, se ka probleme për ta adresuar. Por ti thuash shumicës që ju ka bllokuar trurin, është e tmerrshme, është e tmerrshme. Kur s'ke program dhe zhvillim, kështu e ban fushatën me tallava, jepi se ke gjetë budallej, ndoshta ky popull kështu e meriton. Fisnik, ky popull të jep ujë mbi shlugës, jo ty, po edhe mu. Kush nuk e merr seriozisht këtë popull? Kush e nënvlerëson këtë popull? Kush e konsideron këtë popull? Dele etj, përfundon eksaktësisht siç ka përfunduar bufi i Knetës, bashkë me të gjithë sojën dhe sorolopin e tij politik. Njësoj. A më kupton? Ky popull ka bërë një udhtim shumë gjatë për të ardhur deri këtu. I ka mbijetuar situatave dhe i ka mbijetuar furtunave të historisë në mënyrë të hatashme. Një popull i vogël në një vend vogël që ka qenë target i politikave të fuqive të mëdha për t'u asimiluar komplet në kora të tjera, kuptohet, që ka rrezikuar të mbasi gjuhën, se dhe gjuhën u përpoqën t'ja merrnin, që ka rrezikuar të mbetet me një alfabet tjetër për tjetër, e pra, i ka mbijetuar të gjitha dhe ka ardhur deri këtu. Sepse ky popull mbart brenda shpirtin evropian. Pavarësisht se në pamje të jashtme mund të duket si të duash ti, por ama mbart brenda shpirtin evropian. Kështu që ti thosh ti populli që janë budallej, që votojnë për mua, është bësh eksaktësisht atë që bënin ata qyrykët e Knetës mediatike që kur shikonin sondazhet thoshin që nga smurë populli. Jo, mos populli është aq i kthjellët, është aq në rregull, por shive veten fisnik dhe bëhu më fisnik kur flet për popullin tënd. Mendoni mirë për kë votoni, se në pushtet kanë qenë të gjithë partitë e mëdha dhe nuk kanë bërë gjë për Shqipërinë. Pajzolin. Endritika. Shqipëria nuk është bërë si vend e fqinja apo një vend më të vogël si Shqipëria. Pajzolin. Shqipëria sot është në krye në shumë aspekte të këtij rajoni i dashur Endrit. Dhe Shqipëria sot është në krye edhe të procesit të bashkimit me Europën në këtë rajon i dashur Endrit. Dhe Europa nuk të afron edhe nuk bashkohet me ty nëse ti je kështu siç e përshkruan ti Shqipërinë. Kështu që mos u trëmb nga përparimi i Shqipërisë. Nuk duhet të vi keq që Shqipëria përparon. Nuk duhet ndihesh keq që Shqipëria ndryshon. Nuk duhet të ndihesh ngushtë që Shqipëria sot është ulur si e barabartë në tryezë me
fuqitë e mëdha të Europës, se është vendi yt, siç është vendi im. Dhe nuk ka rëndësi kush e bëri dhe si e bëri. Rëndësi ka që po bëhet. A më kupton? Pastaj do që ta bësh më mirë bujrum. Mendon se tjerët e bëjnë më mirë bujrum, vetëm jo kështu. Ik me nder dhe lër të rinj të japin kontributin, bollë mbajtje pushtetin e dështuar. Neti këtë e vendos populli neti. Fatmirësisht e vendos populli që nuk ka mendjen tënde. E kupton? Është një gjykatës shumë i madh, suprem, sovran. Dakord? Edi Rama Frikacak në mbylljen e fushatës bëri deklaratën për mos të votuar. Frikacaku do shkoj te SPAK, o Edi Frikacak e ke gati për në SPAK, Anila. Një bejte kjo, bejte me rim, vargje, me rim. Po, pa tjetër, edhe ty të bëj thirrje që mos votosh, Anila, me që e ke mendjen në kënet, dhe me që nuk ke asnjë, me sa duket, asnjë lloj tundimi që mbase voton për mua dhe për Partinë Socialiste dhe voton bashkë me shumicën për Shqipërinë në BE, mos voto fare. Të paktën mos shko të hidhesh në kënet, se është diçka që nuk është higjienike në pamja as politike, as qytetare, as kombëtare. Ja, kjo është, nuk është higjienike. Fare. Mos shko të hidhesh në kënet atje. Këtë thirrje të bëj unë. Pastaj këto të tjerat ja lëm kohës. Nuk më vjen keq për ato patronazhista që janë nga rrethet, që i bajnë komplimente se nuk e njohin Shkodrën. Por më vjen keq për ata pak patronazhista që janë nga Shkodra, që i thonë bravo. Do ju baj një pyetje, çfarë ka bërë për Shkodrën? Tashti Jolanda nuk e di, po unë them që Shkodra flet vetë se çfarë kam bërë unë me Benet Becin dhe me qeverinë tonë për Shkodrën. E flet vetë Shkodra, boll të hysh, boll të fillosh nga hyrja e Shkodrës dhe nuk ka nevojë fare as të pyesësh njeri, as të marrësh përkthyes, as të kërkosh guid, as të kërkosh parti të shpjegoj, as të duhem unë fare, thjesht leja syve të shohin e të thonë. Që nga hyrja e Shkodrës, edhe vazhdo pastaj nëpër Shkodër, nëse ke kujtesën që ishte një qytet i zhytur në plera edhe në zymti, do ta shohësh vetë se çfarë është bërë. Apo e bani koha, si tu edhe ti, e bani koha. Veriut i vuri traun. Veriut si bani një rrugë, Lezhë mbytet nga trafiku dhe vjen këtu kërkon votën për të diskriminuar Veriun. Mirë ti se vjen, po këto që dalin shesh Zef Pjetri, o Zef, po çfarë flet mor Zef? Çfarë flet mor miku im, çfarë flet? O Zef, po si nuk është bëha gjanë Veria, po do të fillojmë të numërojmë, po mirë më me që po flet për Lezhën, ajo rruga Shëngjin Velipoj. Është në Veri ajo, apo është këtej nga jugu? Shëngjin Velipoj, një aks që është premtu, është prit prej shumë vitesh. Po thuma nga Shari është në Veri apo është në jug? Milot Baldreni fillon së shpejti, lidhet kontrata për pak. Sa po të shpahet fitusi, se është në proces. Po rruga që shkon deri lart në Vermosh, është në Veri apo është në jug? Si thu? Po rruga e Thethit, mor mik, deri në Altë në Theth, e re, e Veriut është apo është e jugut?
Po rruga e Arbrit, si e llogarit Dibrën ti? Megjithëse Dibra është bërë Tiranë tani edhe mund të thush jo se është rrugë Tiranë, dakord. Po ta fal. Po rruga e Lurës, ku shkon? Si është? Po rruga e Komanit, është në veri apo është në jug? Po rruga e Dugagjinit, ku është? Dhe këto janë të gjitha akse strategjike për turizmin, për si atë shfol, edhe s'është bërë kur asgjë. Të gjitha këto janë o të bëra, o kanë tjera që po të flasu. Si bëhet? Si bëhet? Mërzef. Aty ku thua ti tek trafiku në verë, aty është i nevojshëm të bëhet bypassi i Shëngjinit.